Dikur në Davos, elitat globaliste kundër Trump. Një numër udhëheqësisht dhe sipërmarrësisht të njohur, duke përfshirë George Soros dhe Angela Merkel, e kanë cilësuar nacionalizmin e Trumpit kërcënim për rendin e ri botëror, gjatë forumit botëror ekonomik të zhvilluar në Davos, Zvicër, 2020. Udhëheqës globalist si kancelarja gjermane Angela Merkel, presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministri kanadez Justin Trudeau, ish presidenti brazilian, të tjerë dhe George Soros, i dolën hapur kundër presidentit Trump, si të ishte e keqja e shfaqur mbi glob. Merkel, kur u pyet rreth ngritjes së frymës nacionaliste, e quajti atë si një helm për shoqërinë. Të njëjtën gjë tha kancelarja edhe më 3 qershor 2020. Shpresoj që nacionalizmi të mos rritet, por u them se është një helm. Merkel shtoi: uroj që Gjermania të jetë një vend që i shtrin kontributet e saj në një të ardhme ku problemet dhe çështjet zgjidhen në një rafsh global, në një botë të bashkuar. Unë mendoj se duke u ndrydhur dhe duke u izoluar, nuk mund të shkojmë dot drejt së ardhmes. Proteksionizmi nuk është përgjigja e duhur ndaj problemeve. Me sa shikoni globalistët nuk e duan proteksionizmin. Përjedhoj nuk duan më popull sovrane, kombe të më vetëm. Nga ana tjetër, flasim për probleme që duhet të zgjidhen me forma globale, ndërkohë që janë probleme që i kanë krijuar vetë, siç është ai imigracioni të paligjshëm dhe dyndjes së popujve nga vendet e lindjes dhe Afrikës drejt Europës, si të mos kishte kufi dhe ligje, jashtë çdo kontrolli. Macron në Davos u shpreh: le të mos bëhemi naiv, globalizimi po kalon një krizë të thellë. Gjërat kanë filluar të fragmentarizohen. Kemi shoqëri të krijuara nga nomad. Ka shumë e shumë njerëz që duan të dalin me një herë nga globalizmi. Kjo retorik nuk është asgjë tjetër veç se një gjuhë kundër nacionalizmit, vetvendosjes dhe sovranitetit kombëtar. Ndërsa Soros tha: duhet të jetojmë në një shoqëri të hapur. Por në Amerikë kemi një diktator si Trump dhe e ka për detyrë Kongresi dhe institucionet që ta largojnë nga posti i presidentit. Është ky president që po frymëzon të djathtën ekstreme në Europë dhe po krijon probleme në Bashkimin Evropian. Ka shumë kryetarë opozitash në Europë që luftojnë kundër Bashkimit Evropian dhe kanë arritur të krijojnë probleme. Paralel me këta, qëndron Putin dhe Rusia, që është realisht një kërcënim për Europën dhe vlerat e saj. E pam në Amerikë se si arriti Putin të luftojë kundër zonjës Clinton. Rendi i ri botëror është ardhmja e botës. Drejt asaj shkojmë, por kemi pengesa nga Anglia, Italia dhe disa vende të tjera. Nuk do të jetë lehtë, por ne do të duhet të përpiqemi deri në fund për të mbrojtur Bashkimin Evropian dhe Amerikën, tha Soros. Me sa më sipër dëgjuat, e kuptoni qartë se kush e ka drejtuar perëndimin shumë dekada. Janë persona kundër kombeve, janë internacionalistët e rinj, të cilët planet i kanë hartuar kohë më pare. Hapur në këtë takim të Davosit, në vitin 2020, kanë qenë kundër Trumpit dhe Rusisë. Rusin ja dolën ta fusin në luftë. Me Trumpin nuk ja dolën dot që ta ndalnin. Fal popullit amerikan dhe votës së tij, ai fitoi. Roli i popujve është vendimtar kudo dhe kurdoherë. Mast Channel. Please subscribe.